nga Fierza, për shkak të mundësisë që ka atje për të depozituar, por shkarkimet janë të detyrueshme në komandën Vano Dejes për shkak të rregullores dhe për shkak të krijimit të hapësirës në këto depozita, nëse do të jetë nevojshme të fillojnë shkarkimet në Fierzë. Në shtimin e prurjeve ujore të Drinit ka ndikuar edhe hapja e portave të Ohrit në Maqedoni, ku është hapur edhe porta e 6 e këtij liçeni, duke derdhur kështu gjithë ujin në lumin Drin. Është një plak bashkë me gjithë plakën e vet, të shkohet me jenë banesë të vet, makinët tani këtu se presin njerëzit. Pas nisjes së shkryerjes së dëborës, rreshtet e shiut të rëna në zonat malore kanë rritur ndjeshëm nivelin e ujit. Rreth 50 shtëpi janë mbushatisur totalisht, ndërkaq që uji ka vërshuar deri në rrëcin 1.5 metra. Sipas të dhënave, familjarët i kanë larguar të afërmit të tyre duke qëndruar vetëm kryet familjarët brenda shtëpive. Të gjitha strukturat shtetërore janë tashmë në gatishmëri dhe kjo do të punojë vazhdimisht të përballohet kjo situatë e krijuar. Situata për mbytyjeve krijuar në zonën e Nën Shkodrës është krijuar nga kushtet atmosferike dhe askush nuk ka përgjegjësi, ka deklaruar ndër të tjera ministri i Bujqësisë Gen Truli në konferencën përshtyp pas mbledhjes së Komitetit Ndërministror në prefekturën e Qarkut Shkodër. Ne nuk do të uronim të kishim një përmbytje për të qartësuar të gjitha mendjet e shqiptarëve që kemi të bëjmë me një mod krejt veçantë, ku madje mendja gjysmë e Europës po përballon situata të cilat i shmësuar të shifshin vetëm në filmat si ngjarje horror. Kjo përmbytje e dytë që po ndodh në gjithë territorin ka shkaqet me filtra natyror, por t'jeni të bindur që situata është në kontroll dhe gatishmëria e shtetit, e gjithë strukturave të shtetit për t'ju përgjigjur kësaj situate kudo që të jetë, në çdo rreth, në çdo zonë, çdo fshat, edhe në fshatin më të largët dhe rezervuarin më të largët, gatishmëria është e madhe. Ruli ka theksuar se situata po monitorohet nga qeveria dhe po merren masa për përballimin e saj. Padyshim një vëmendje veçantë është në Shkodër për faktin që Shkodra sapo del nga një përmbytje, një pjesë e veprave mbrojtëse, si argjinaturave, janë të dëmtuara që nga përmbytja e mëparshme, sado që mjaft punë është bërë për të riabilituar ato gjatë këtyre 2 javëve të fundit. Komiteti Ndërministror ka zhvilluar mbledhjen e radhës në prefekturën e Qarkut Shkodër në drejtimin e ministrit Truli, ku i pranishëm ka qenë dhe ministri i Shëndetësisë Petrit Vasili, si dhe zëvendës ministër të Arsimit dhe Energjetikës. Ministri i Brendshëm Lulzim Basha në një komunikim me mediat ka bërë të ditur situatën aktuale në qarkun e Shkodrës, e cila do të ndiqet me dinamik nga Komiteti Ndërministror. Në orët e para të mëngjesit, Basha ka zhvilluar një mbledhje në Komisionin e Emergjencës, e më pas ka vëzhguar situatën në disa fshatra të përmbytur në zonën e Nën Shkodrës, duke parë gjendje nga afër. Janë ndarë këto detyra. Evidentimi menjëhershëm i zonave që rrezikohen nga rritja e vazhdueshme e prurjeve dhe evakuimi banorëve nga këto zona. Marrja e masave për strehimin e këtyre banorëve, riparimi dhe mbajtja në gjendje funksionale e argjinaturës në ato pjesë ku rrezikohet, ngritja e 3 kampingjeve në Pentar dhe Suk Dajçit në komunën Dajç dhe në Bërdic për strehimin e personave, por në veçanti të baktive të lokaliteteve më të rrezikuara, siç është Dara Gjati, vënia në funksionim e planit masave me transportin ujor për ardhin në ndihmë banorëve të fshatit Obot të komunës Anemalit, nisja e procedurave të evakuimit të personave dhe të baktive, të gjëzgjallë, të lopëve, në të gjithë pjesët e rrezikuara deri tani nga ky nivel dhe nga niveli i pritshëm i Bunës dhe i Drinit. Sipas Bashës, situata është e precipituar dhe banorët duhet të rinë në gatishmëri duke u përgjigjur çdo kërkesë të strukturave shtetërore. Basha shtoi se prurjet në lumin Kir janë 200 m3 dhe në lumin Gjatër 150 m3, ndërkohë që bëri me dije se edhe në hidrocentrale ka prurjet mua, çka do të thotë se shkarkimet do të vijojnë. Situata paraqitet mjaft problematike në fshatin e Ashtës, ku uji rrezikon seriozisht për të shëmbërdhjet banesa nga gryera që po shkaktohet nga ujit e lumit Drin. Banorët shprehen mjaft të shqetësuar në lidhje me këtë situatë dhe kanë theksuar se ndërhyrja e ushtrisë për devijimin e rrjedhës është e vunuar. Uji 8 metër larg shtëpijet. Me vel për një muaj ka thyer 150 metër top. Të ditë që bati që po nimëllën nuk
nuk realizohet. Për mendimin tim zgjidhja ma ashtu mund të ishte me pru gur të mëdhtë që paktën të kalojnë deri një farë maset i 10-15 metrash. Gjatë ditëve fundit pa egzagerim e ke paktën 1 metër në ditë ke vetëm grymje tokët. To avit ka shtëpijet po shihni vetë se janë. Por kryekomunari i Bushatit Zef Hila ka theksuar se po merren të gjitha masat për devijimin e rrjedhës dhe ndërkohë janë shpërndarë dhe çadrat të cilat do përdoren nga banorët në rast të evakuimi. Situata në fshatin është si rezultat i rritjes së prureve, po keqësohet vazhdimisht. Komuna e Bushatit në bazë të një urdhri të nxjerrë nga prefekti i qarkut të Shkodrës, po zbaton një projekt që do të zbusë sadopak forcën e rrjedhës së Drinit, që është në afërsi të këtyre banesave. Ne kemi bërë shpërndarjen e 10 çadrave të mëdha me një kapacitet prej 7 deri në 10 banor për strehimimin e tyre, por duke pas parasysh që banorët kanë njerëz të afërt të tyre në fshatin e Ashtës, ato po strehojnë tek të afërmit e tyre. Ndërkaq problematike paraqitet situata dhe në komunën e Daqit të Brekut të Bunës, ku i ka vëshuar drejt rrugës kryesore duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve. Ne jemi këtu që në mjes me punëtorët normales tonë për të nërshaj e dalus në ato pjesë të tija së rrugor ku ka hipujt me rrugë, që makinat mos dalin nga rruga. Shkarkimin nga hidrocentrale dhe kaskadës së Drinit kanë vështirësuar situatën në zonën e Nën Shkodrës, në të cilën ka vërshuar uji. Është zgjeruar harta përmbytjes në zonën e Nën Shkodrës. Tashmë dhe komuna e Daqit të Brekut të Bunës ndodhet në pushtetin e ujit, i cili nga momenti në moment po rritet dhe po plotëgon aksin kryesor që lidh këtë komunë pjesët tjetër të vendit. Ndërkaq problematike situata paraqitet dhe në fshatin e Obotit, por dhe në komunën e Bushatit. Për TV1 Channel nga Daqi i Brekut të Bunës, Elvis Nabolli. Kushtet e rënda atmosferike të ditëve të fundit kanë ndikuar edhe në disa akse nacionale të vendit, të cilat përpasoj kanë mbetur të bllokuara. Këtë fakt e ka bërë të ditur drejtori rajonal i rrugëve Nesti Kiri, i cili theksoi se akset rrugore Puk-Pusharës dhe Qaf Mali Fierz janë bllokuar si pasojë e shkarjeve nga mali. Qemram një mur majtës, i cili është në kilometrin e 2 sa po kalon nga sa futesh në komunën Rrapë, në kilometrin e 2 që niset nga Puka në drejtim të Fusharësit, është një mur i madh rreth 45 metra dhe aty ka rënë gjysma aksit të rrugës ka rënë poshtë. Dhe për momentin rruga është e pakalueshme për makinat e mëdha, kamiona dhe autobusa, ndërsa për makinat e vogla kalojnë. Detyra rajonale ka marrë masa që të devijojnë rrugën për momentin dhe deri në orët e masditës rruga do të bëhet e kalueshme për të gjitha mjetet. Problemi ka edhe rruga fush Qaf Malit Fierz, i cili në fshatin Porav, një masiv i Mallmalit, që është në afërsi të shtëpive, ka rënë në rrugën nacionale, aty po padrohen fadromat e firmës që kanë mirëmarrje për hapjen në rrugës. Dhe një problem tjetër është në fshatin Kryezi, aty lumi i Kryeziut, i cili ka prumje tepër të mëdha, ka marrë me vete rreth në një pjesë ka 17 metër mur majtës që ka marrë me vete, dhe në pjesën tjetër 22 metër mur majtës, i cili ka bërë që edhe rruga, duke marrë rrugën për momentit bëhet e pakalueshme. Ndërkohë Kiri ka shtuar se do të bëhet vizimi i rrugës që drejton në komunën e Daqit, ku do të pajiset me sinjalistikë anësore, me qëllim që të orientojë mjetet në gjendjen e rikthimit të një situate me rrezikshmëri për mbytjesh. Ai ka njoftuar se janë marrë masa që të kryhet sa më parë hapja akseve të bllokuara nga shëmbjet, duke shtuar se në pjesë të tjera nuk ka probleme. Worked for Boss, right? Right. Well, listen. The rabbi also had a bookie. His name was Benny Bagan, and right now Benny's down at the morgue all night. Somebody killed him and his goons. At the morgue? Yeah, didn't I tell you it was a coroner? No, you didn't tell me you were a coroner.